5 këshilla që Allahu Azza wa Jalla ka urdhëruar Yahyan alayhi salam mi au than bive të Izraelit. Muhammed alayhi salam na I ka dhënë neve këto 5 këshilla që na të marrim sim prej tyne. Nga musliman, nuk besoj që mundesh me dëgju një hadith ma të qartë se sa që kë. E shembujt që sillen këtë hadith janë jashtëzakonisht qarta. Thot Muhammed alayhi salam, Allahu Azza wa Jall e ka urdhëruar Yahyan alayhi salam, djalin e Zekrijaut alayhi salam, I ka thënë me urdhëru me punu vet edhe me urdhëru popullin e vet por bit Izraelit me 5 këshilla. Mirë po Yahya alayhi salam është vanu në kumtimin e tyne, në thanjen, në sqarimin e tyne. E kur është vanu Yahya alayhi salam, Allahu Azza wa Jalla I ka shpall Isa alayhi salam. E ka shku Isa alayhi salam, I ka thënë Yahyas alayhi salam, Allahu të ka urdhëruar me 5 këshilla me punu me to, edhe mu a than popullit tan, ose thujau, ose po ja u tham. Isa alayhi salam I ka thënë Yahya alayhi salam, ka thënë, o Ruhullah, nëse te o a thu, unë e kam frik që po më dënon Allahu Azza wa Jall që se u kum than, ose po më shefat toka, por shkak se si u kum than këto 5 këshilla. Edhe I kanë grumbullu Yahya alayhi salam në Beitul Maqdis, në xhami, edhe është mush xhamia sa kanë fillu njerëzit më ul në përvenat larta. Edhe Yahya alayhi salam e ka falendëruar Allahun Azza wa Jall, ka bo hamd Allahut Azza wa Jall, edhe ka madhru Allahun Azza wa Jall, edhe ju ka thanë gotesh këto 5 këshilla të Yahyas alayhi salam që e ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall me u thanë bive të Izraelit, që është mësim shumë I madh për neve. Nuk besoj që mundesh me dëgju diçka më të qartë. Ju ka thënë Allahu ju ka urdhëruar me adhuru Allahun Azza wa Jall edhe mos më bashkë kurkan. E shembulli I kësajna, të tregova, ky hadith është me shembull. Ka thënë Yahya alayhi salam, Allahu ju ka urdhëruar mos më adhuru kurkan përveç Allahut. E shembulli I kësajna është sikur shembulli I njërit për jush, nëse e blen një rob, një sklav me pasurinë e tij, edhe e çon me punu. E kur robi, sklavi punon, e ato që ka fiton e shkip dika tjetër, jo të pronari I tij. E kjo është shembulli I mushrikit, I atij që I bën shak Allahut Azza wa Jall. Tani ka thënë Yahya alayhi salam, e Allahu ju ka kriju, ju ka furnizu, të më thanë, Allahu Azza wa Jall adhurohet, Allahu Azza wa Jall falendërohet. Pastaj ju ka thënë, e na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall me salat, me falje, me namaz. E kur të falet robi, ka thënë Yahya alayhi salam, Allahu Azza wa Jall e drejton fytyrën e tij drejtim të robit të tij. Kështu që mos shikoni djathtas e majtas kur jeni të fal, derisa të përfundon salat. Pastaj ka thënë Yahya alayhi salam, e Allahu Azza wa Jall ju ka urdhëruar me agjërim. E shembulli I këtij I agjëruesit, I agjërimit, është sikur shembulli I njërit I cili e ban në qese me misk, me parfum. E krejt njerëzit e dëgjojnë erën e kajshme të tij, saqë era e gojës së agjëruesit, ka thënë Yahya alayhi salam, është më e dashur tek Allahu Azza wa Jall se sa era e miskut. Thot, e Allahu Azza wa Jall ju ka urdhëruar juve me dhënë sadaka. Që sa japim na sadaka? Ka çfarë shembulli? Ka thënë Yahya alayhi salam, e shembulli I kësaj është sikur shembulli I një njerit të cilit ju kanë lëshu armiqt e tij, edhe e kanë zanë armiku, e ka zanë, e ja ka lidh duart, e kanë dashur me ja prej kryt. Kur kanë dashur me ja prej kryt, shembulli I sadakas. Kur kanë dashur me ja prej kryt, ky rob ka thënë, a moj me e pagu, me e shpagu vetën tem me pasurinë teme. Kështu që mos më vrani, unë po japi pasurinë teme. Ka thënë Yahya alayhi salam, e fillon ky robi në shembull me dhënë prej pasurisë tij pak e shumë derisa të shpaguan veten e vet. E shpëton veten e vet me kan, me sadaka. Edhe e pasta thot Yahya alayhi salam, Allahu na ka urdhëruar neve me përmend Allahun Azza wa Jall shumë. E shembulli I kësajna është sikur shembulli I njërit I cili jo është lëshuar armiku në portrazhet e tina, jo është afru shumë, e këtu ik pe armikut shkon e mshilet me një kështjell që është shumë e izolume. E ka thënë Yahya alayhi salam, e kështu njeri është I izolum, I rujtën, e I strehum prej shejtanit kur është
duke madhru kur është të bë dhikr Allahut azza wa jall, duke përmend Allahun azza wa jall. Shi çfarë qartësie. Edhe ne herë po shkojmë shpejt hadithit të musliman. E para, Yahya alayhi salam është dhanu, i ka thënë Isa alayhi salam, ose thuja quan van, ose po e thamone, ka thënë Yahya alayhi salam, jo, pritëm, mos e thuj ti, se në qofë se thu ti, është rrezik me mdenu mu Allahu azza wa jall. Me më shafat toka. Kjo i bjene musliman që kur të rëdhëran Allahu azza wa jall diçka, dikush ka me ba, po në qofë se ban ti dënohesh. E shembull që i puni kjo hadith janë shumë qarta. Shembulli i atina i cili punon për dikon tjetër, e lut dikon tjetër, e falenderon dikon tjetër, falet për dikon tjetër, e Allahu azza wa jall e furnizon. Për shembull i mushrikit, e shembull tjerë që besoj që kanë shumë qartë, po besoj që është hadith shumë i qartë dhe hadith shumë i dashur. Besoj që nuk i ke dëgju kur, për ata po ta qef me ta tregu këtë hadith, Allahu azza wa jall na lesoft. Për fond po tham, pas kësaj ka thënë Muhamedi alayhi salam, e unë po ju urdhëroj juve me 5. E për këta do të folëm i njëjti hadith. Për këta do të folëm një herë tjetër me lejen Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall na bëj prej muslimanëve të mirë.